qartë kjo. 82.1.3 çon zgjedhje. Nëse brenda 2 muajve nuk zgjidhet presidenti prej fillimit procedurës, atëherë ecim në zgjedhje. Që bie ju zgjedhjet nuk prisni, e prisit kthehet procedura edhe një herë në kuvend. Kthehet procedura vetë, të jepet 2 muaj ditë. Edhe të jepet edhe një mundësi që të gjendet zgjidhje për një president të ri. Po të kaloj 2 muaj ditë që brenda 2 muaj ditë të shet partitë opozitare bashkë me opozitën mund të diskutojnë sërish, nëse gjejnë hapësirë bashkëpunim dhe të dërgojnë një president unik, konsensual mirë. Nëse jo, unë mendoj që duhet shkohet në kuptimin që deputet duhet qëndrojnë sallë dhe të shkojmë me ezaurimin e procedurës kushtetuese të parapare në nenin 86 të kushtetues. Që i bie kandidat të njëjtë apo mund të ndrohen nga kandidat? Tash fillimisht në kandidat të njëjtë, mund të shtohen kandidat të tjerë dhe ekzistoj, shkojmë te ezaurimi i kurumit edhe i nenit 86 në